Allah është shpërblet thosh për ligjëratën, kemi disa pyetje që na kanë ardhur. Pyetja e parë. Cili është mendimi juaj dhe gjykimi i Islamit për një person që quan veten musliman, por bashkëpunon me shkije ortodoks kundër muslimanëve? Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendimi jam normal është mendim ose gjykim sipas asaj që e njohmi nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tradhtia e muslimanëve ose shitja e muslimanëve të ata të cilët nuk janë musliman, pa marrë parasysh se çfarë janë, është vepër e kufrit që nxjerr njeriu prej Islamit dhe për veçori nuk ka pendim mua për këtë person. Dhe me thonë nuk ka pendim në këtë dynjë. Më konë shteti Islam aktiv duke gjykue me shariatin e Allah subhanahu wa ta'ala, fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, personi i cili i tradhton besimtarët dhe u ndihmon pa besimtarëve kundër besimtarëve, ekzekutohet dhe nuk i pranohet pendimi të na. Pra, kushdo, se nuk është vetëm kush ka fol me shkije, se kanë fol një dy shkije në mesvetin, një shka i Kosovës, një i Serbijës, e kur gjo. Ata shkijet në mesveti folin gjithë mbonë kundra muslimanëve. Edhe kanë fol, edhe folin përsëri. Edhe kjo është gjë e natyrshme. Me prit dikush prej neve, që ata kanë me fol mirë për neve, duhet me këshillua këtë person se nuk është tu i ditë as të kalumet, as tashmet, as ashtu që shponohet. Dhe më konë aktiv ligji Allah subhanahu wa ta'ala, kushdo që i jep informacione pa besimtarve, kundër besimtarve, ekzekutohet pa i u pranue pendimin. Pastaj, ky rregull vlen për të gjithë besimtarët, deri në ditën e Kiametit dhe për të gjithë pa besimtarët deri në ditën e Kiametit.